Asgjë me vlerë nuk fitohet kollaj. Të mësova duke ndërtuar bizneset e mia dhe ky ka qenë parimi që ka udhëhequr Partinë Mundësia. Së bashku kemi bërë gjëra të mëdha dhe një fushat fantastike. Duke takuar shqiptar punëtor dhe të ndershëm në të gjithë vendin, dhe duke i bindur se Shqipëria mund të jetë një vend ku mund t'ja dalësh me punë, se ne mund të lëm pas të shkuarën dhe të shohim nga e ardhmja. Ky parlament është biznesi juaj. Ju këtu biznesin e keni krijuar, edhe jeni bërë milioner. Sot, politikanët e vjetër kërkojnë të ndalojnë ndryshimin. Njerëz që preferojnë të flasin dhe jo të veprojnë, janë në mbrojtje të pushtetit korruptiv. Prandaj kam luftuar 8 vitet e fundit në parlament. Ky shtet do duhet merret seriozisht me ty. Zoti Shaj, dilni për jashtë, garda shoqëroheni. Por për të bërë diferencën kam nevojë për votën tënde, që të mos jem më vetëm, që së bashku të sjellim ndryshimin në parlament. 11 maj është dita ku shqiptarët do të japin mesazhin e parë se po shikojnë drejt ardhmës. Ditë më të mira po vinë për Shqipërinë. Një mundësi e re po shfaqet në horizont, dhe të japim të gjithë kontributin tonë, dhe të lëmë shqiptarët të punojnë duke ju hequr shtetin nga kurrizi. Voto Partinë Mundësia, voto numrin 10, voto për ndryshimin.